Selam aleikum dhe mirë se takohemi të dashur dhe të nderuar shikues dhe dëgjues të Radio Televizionit Pendimin e emisionin ton të radhës javor Dritas së Vërtetës. Siç do të djeni, ne kemi nderën dhe kënaqësinë që sonte të kemi pranë nesh dhe pranë jush hoxhën e dashur dhe nderuar Fadil Muslim. Selam aleikum hoxha, mirë se prunë Zoti. Aleikum selam. Bënëm laf pak para se mirë emision që tema e ronda, apo të pitutus, a nuk e di veç ta shohim tash se çfarë ke përgatitur. Ke fjalën për përgatitjen për ndarjen nga kjo botë. Përgatitjes për përgatitja mos si qëndron puna se mu do personalisht pak titulli i rënd. Fjala është për ju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. Fillimisht Allahun e madhruar falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Se për këtë temës nuk është për me u shqetësu shumë për ata të cilët përgatiten për ndarjen, për ata të cilët përgatiten për me shkue në një vend banim të ri apo në një stacion tjetër të jetës, sepse ne kalojmë disa vendbanime apo kalojmë disa stacione derisa të takojmë Allahun te bareke ve taala. Mirpo është për të friksuar dhe është për të dëshpëruar për çdo njerin prej besimtarë musliman, të paktën ata që i thojnë vetit musliman, edhe nuk përgatiten fare për momentin e ndarjes. Tema e sotme është përgatitja për vdekjen, ma konkretisht. Përgatitja për vdekjen apo për ndarjen e shpirtit nga trupi. Dhe padyshim se njerëzit në këtë botë kanë ambicie të ndryshme, kanë qëllime apo synime të ndryshme, dhe varet prej prioritete apo ambicieve tyre që i kanë edhe përgatitje çfarë i bojnë. Ai që ka ambicie për me mrri shumë pasuri, ai përgatitjet i bën për me bëu më i pasur. Ai që ka ambicie për me qenë ndonjë politikan apo lider, politiku ta diun diçka të ngjashme, ai krejt ambiciet edhe krejt synimet, qëllimet i ka me mrri ato që synon. E ne si besimtar musliman kemi për qëllim të arrim ato që arrihet për jetës e kësaj bote, por asnjëherë jeta e kësaj bote nuk është prioritet. Nuk është prej ambicieve të larta jeta e kësaj bote, sepse këtë botë e arrite se arrite është kalimtare, është e shkurtër dhe nuk është e përjetshme, nuk është e amshueshme. Andaj ndër prioritetet e besimtarit musliman është çka me pas qëllim final arritjen e kënaqësisë Allahut te bareke ve taala dhe xhenetin e Allahut. Tash njerëzit janë të ndarë në dy grupe, apo besimtarët janë të ndarë në dy grupe, në ata që dëshirojnë të mirat e kësaj bote dhe nuk kërkojnë më shumë, dhe një grup tjetër apo grupi i dytë janë ata të cilët dëshirojnë të mirat e ahiretit. E kush synon ahiretin, botën e amshuar, botën e përjetshme, Allah jep edhe dynjan edhe ahiretin. Për ata Ibn al-Qayyimi, Allah e mëshiroft, ka thonë, ai që dëshiron ahiretin, ai që punon për botën e amshuar dhe ka qëllim final atë, Zoti jep edhe dynjan edhe ahiretin. Ai që ka për qëllim kënaqësinë e Zotit, Zoti jep edhe kënaqësinë e njerëzve. Ai që ka për qëllim të rregullojë anën e brendshme, është fjala zemrën, Zoti ja rregullon edhe anën e jashtme. Këto tri këshilla shumë do me thonë se, apo më mirë thonë këshilla madhështore nga ky dietar i madh islam. Dhe ne si besimtar musliman normal që dëshirojmë të arrijmë diçka prej kësaj bote, se dhe vetë Allahu te bareke ve taala tregon se disa prej njerëzve dëshirojnë vetëm të mirat e kësaj bote dhe nuk dëshirojnë diçka për botën tjetër. Dhe tregon se disa prej besimtarëve dëshirojnë
një pjesë saj bote, të mirat e kësaj, për mirë shërbyje, sa janë këto, për qatë koha, për atë qëndrim që kanë këtë botë, dëshirojnë disa të mira, dhe çka i kërkojnë Allahut edhe të mirat e ahiretit, por ata dhe prej duave të legjësuara, apo prej duave të preferuara që i përmend Kur'ani, është që besimtari musliman me thonë, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Që do të thotë, o Zoti ynë, na jep nga të mirat e dynjas. Pra Rabbana atina fid dunya hasana, o Zoti ynë, na jep në këtë botë të mira, edhe në botën tjetër na jep të mira, edhe na mbroj apo na ruaj nga zjarri i xhenemit. Dhe Allahu Teala thot minkum me yuridu dunya wa minkum me yuridu al-akhirah. Prej jush ka ato që dojnë vetëm këtë dunja, e ka dhe të atil që dojnë vetëm ahiretin. Allah na bof prej këtyne të fundit. Dhe veprimet janë të lloj-llojta, punët janë të shumta që i bojnë njerëzit, për ata dhe Allah thot inna sa'yakum la shatta, që do të thotë punët tuaja apo vërtet veprimet e juaja janë të lloj-llojta apo të ndryshme. Dikush punon vetëm për dunja, dikush punon vetëm për ahiret, dikush punon për dunja edhe për ahiret. Andaj secili vepron në bazë të asaj që thash në fillim, prioritetit apo në bazë të synimeve, qëllimeve që i ka. Për ata dhe Allah thot, kullun ya'malu ala shakilati, secili vepron sipas rrugës që ka përzgjedhur. Ai që do xhenetin vepron për xhenet, punon për xhenet. Edhe çdo punë që e bën, besimtari musliman duhet me qenë i kujdesshëm, duhet me qenë vigjilent, duhet me qenë koshient, me pa kjo punë, a qenë për xhenet, a qenë për xhenem. Me që tre rrugë nuk janë, po janë vetëm këto dyja, atëherë o vëlla dhe ujtë kur ta pish, me bismillah, edhe alhamdulillah dije që është çka një punë shtytse ka xheneti, thot dikush po çka ka rëndësi, ka rëndësi, se e ke thonë bismillah në fillim me emrin Allahut ke pi, edhe e ke falendëruar Allahun. Se sa prej njerëzve han edhe pin prej mirësive, begative të Allahut dhe sa pak falenderojnë, sa pak janë mirënjohës. Edhe një pjesë tjetër jo që s'falenderojnë që janë mirënjohës, po edhe abuzojnë të mirat e Zotit. I keqpërdorin të mirat e Zotit. Edhe tallen me të mirat e Zotit, me begatit, me dhuntit, me nimetet e Zotit. Andaj pra, ne si besimtar musliman, çdo punë qoftë e vogël apo e madhe që e bëjmë, duhet me pa fundin ku e ka. E ka për xhenet apo për xhenem. Është punë që çon ka xheneti, mos e ndal. More sa do e vogël, në qoftë edhe një guri dë vogël, sa dora me hiq për rrugës hiqe. Qoftë edhe një therr për rrugës hiqe. Qoftë edhe dikujt mi treguar rruga ka është, tregoj, apo me ndihmu dikujt me hyp në autobus, apo në tren, apo me zbrit, apo me udhëzu ndonjë plak apo plak, ku me undal, apo ku me zbrit për autobusit, do këshilla që, po them, disa këshilla që janë shumë të vogla, po do me thonë se shumë, edhe kanë shpërblimet më dhaja. Po, do me i pasë si të rëndësishme. Një këshill me adhon dikujt që ju ka vështërsu jeta. Një këshill me adhon atina që ka probleme me familje, ka probleme me prind, apo prindi ka probleme me fëmijët, burri ka probleme me gruan, gruaja ka probleme me burrin, prind kanë problem me fëmijët adoleshentë, sidomos që ta të ri që janë që të fazën e adoleshencës që po i quajnë teenager, që ta apo kjo kategori janë më rrezikuar në shoqëri. Edhe këta është interesant se këta nganjëherë as Zotit as shteti si tuten. Por ata dhe organet e rendit, policët që mbajnë rendin, që mbajnë rendin edhe qetësinë, tregojnë se me këta është mas vështiri, se këta dinë edhe me të kërcënue, dinë me të ofendue, me të nënçmue. Edhe ligjet fushin nuk lejojnë me përdor, dhunën apo me përdor diçka se përpara shumë kemi qenë disiplinu, kemi qenë të edukuar para policisë, se kemi pas edhe frikën se e ke marrë në shuplaka, në boxa, në diçka. Mirë po tash me qenë se janë policët tonë, shumë prej trive dhe treve, jo që s'kanë respekt, po përkundazi tallen me ta. Kjo është fatkeqësi. Andaj pra, një këshilla jotja, për këta prind që kanë
probleme të lloj-llojshme me fëmijët e tyre, apo për bashkëshortët, apo për vëllezërit që kanë mosmarrëveshje në trashëgimi, apo diçka të ngjashme, apo për kolegët në punë, ndoshta ja rregullon dikujt tjetër. Edhe e çliron atë prej atij halli apo asaj brenge. Ai më thon Allahu të çlirohet shumë ke çliruar ti mua, Allahu ndihmohet shumë ndihmoj mua, diçka do të thotë. A diçka do të thotë, ndihma e Allahut është me ty. Pse? Allahu është në ndihmën e robit të tij derisa robi i tij është në ndihmën e vllaut të tij. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allahu është në ndihmën e robit të tij derisa robi i ndihmon kujt? Vllaut të tij. E kështu që ne pra duhet përgatisim punë apo të bëjmë punë të mira, të lloj-llojshme. Jo veç për jo veç më përkushtu veç namaz. Namazi po, këtu s'kem ndaj që me thonë opcion tjetër. Pa namaz nuk shkon xhenet, ato të me kuptue, është vështirë. Përveç kanë mëshiron Allahu te bareke ve taala i gjithë mëshirshëm, mëshirplot, mëshirues, ajo është diçka tjetër. Përndryshe nuk duhet të ëndrron dikush me sy qel, edhe më jam sy xhenetit, ama kur dal te dera xhenetit s'kam namaz. Qysh me hy? Është vështirë. Është vështirë, Allah na ruaj. Andaj nuk duhet me qenë i pakujdesshëm apo i shkujdesshëm duke dhënë mas të mirave, mas kënaqësive të kësaj bote. Se ka prej njerëzve që janë shumë epsharak. Edhe çka shef, ai don me pas për veten e vet, po nuk arrihet. Kjo është lakmi ekstreme, ego e pashuar ndonjëherë. Andaj çka do të me kuptue që në ditë prej ditëve do të vjen një moment që ka me na zonë të gjithë, i ka zonë ma të dashur pejgamberët e Zotit, i ka zonë ulemat, dietarët, i ka zonë evliat të dashurit e Allahut, i kanë zonë njerëz të devotshëm, i kanë zonë dëshmorët, shahidët, gjithë i ka zonë. Edhe kur na vjen ai moment edhe na zën vdekja, a jemi të përgatitur. Sepse siç tregon El-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, një shok i shokut pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të ishëm me pejgamberin alayhi salatu wassalam në një xhenazë. Ishim domethënë duke përcjell një xhenazë. Edhe pasi e futën atë në varr, edhe e mbulum, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ol në një skaj të varrit, në një çoshë të varrit, edhe filloi me çajt derisa ju lag mikret. E vazhdoi me çajt derisa dhe lotët prej mikrës i pikën aty mbi dheun apo atë rërën e him të shkretirës, mbi varr aty. E pastaj tha, ja ikhwani, li mithli hadha fa'iddu. O, vëllezërit e mi, për këtë moment përgatituni. Për këtë moment përgatituni. Cilin moment, kështu kur të mbetesh. Kur ti jesh i vetmuar. Edhe kunse. Sepse është interesant, sa je gjallë, ka njerëz që mundohen me t'u gjindë her pas here, edhe pse të lanë, edhe pse të harrojt, sidomos kur shkuten interesat. Sepse fatkeqësisht po e them, e kam thënë edhe përpara në këtë medium të nderuar, shumica e raporte marrëdhënieve që kemi sot me njërin tjetrin, po them, janë baza të interesit të dunjas, se me pas interes të ahiretit, për shembull me vizitu një të smur, me pas qëllim kënaqësinë e Allahut edhe shpërblimet e mëdha që i ka njeriu që viziton një të smur. Është kjo me interes, po kjo është interes i botës tjetër, kjo është interes fisnik, kjo është interes që duhet me pas besimtari musliman. Me ndihmu dikujt, për me ndihmu ty Allahu, kjo është interes fisnik, apo me gëzu dikën, ty nesër të zënë Allahu, kjo është shumë është e mirë. Me halat dikujt borxhet, që është zhyt në borxhet dëllin fitur, normal borxhet halal, e ty nesër me t'i shlu Allahu borxhet, a nuk është kjo interes, po. Unë nuk po flas për këtë interesin madhor, po flas për këto interese të dunjas, intereset materiale. Shumica raporteve tona dhe marrëdhënieve tona që ndërtohen janë baza materiale, sepse jemi të shku ka një botë materialiste. Dhe kë kapitalizmi i hofshëm që ka bërë dhe vendin ton
i ka materializuar njerëzit me dashje apo pa dashje. Allah na fal, po ndoshta shumica prej nesh po ndikohet prej jetës materiale. Dhe tash kur shputën raportet në këtë botë, mënesh me ballafaque, edhe me ata, edhe pa ata që i ke pas. Ama kur shputën me të gjithë, edhe të vendasin në varr, edhe më të dashur që të jetin ja ke kushtuar, edhe interesu për mirëqenjen, edhe mbarsinë e jetës së tyre, ata janë evlatët, djem apo vajza qofshin, apo të dy palet, edhe ata të lënë. Kur ti ke boj investime ndoshta kapitale, e ke pas lloj-lloj rrobash, e ke pas lloj-lloj mobilesh, e ke pas lloj-lloj gjanash, e në fund me tar puna me një çarçaf të holl që i thonë qefin. Qefini është ky çarçafi që e shtrojmë kur bie me flajt, që s'është i vlefshëm shumë, që nuk kushton shumë shtrejt. Bile është material shumë i thjeshtë ai qefini. Ndoshta çarçafi më i thjeshtë në treg është ai, sepse nuk ka nevojë me investu ku me ditë sa. Se ai sta leton, as ta vështirëson jetën varr. E tash, ke lënë rroba, shtrejta, ke lënë ato. E në fund, çka në krah kanë qitë dhe në 10 kanë lënë pa kur gjë hiç. E tash, me ta nirin para Zotit aty, e mos me pas kur fal përkatitje. Sinqerisht po them, ose do të më qenë njëri shumë ignorant, mos më di to gjana, ose do të më qenë shumë mendje madh. Edhe mendjemasia është shkaktari kryesor që njerëzit i largon nga adhurimi i Zotit. Dhe çka del aty, as ke nën, as ke bab, as ke vëlla as motër, as djalë as vajzë, as grua, as hall, as tezë, as daj, as kërkëniç, as ne pas mbes. E qysh mendon njeriu me kalue? Qysh mendon njeriu tash me kalue atë sprova atë që varë është një sprova e madhe, është një frikë e madhe, sinqerisht po them. Andaj me kalua këtë punë hoxha më të parë. Duhet me u vetëdijsue dhe me mendue, me u përgatit për atë ditë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, limithli hadha fa'iddu, për këtë moment fa'iddu, përgatituni për këtë moment kur do të mbetni vetëm, që ndoshta runa Zot ka edhe pi familjarët që edhe të varë nuk qëndrojnë 2-3 minuta, se ke pa që shikun sa shpejt. E çka më po duhet më ndajt mëre? Ka vdek baba nona, rremër e djalë, rremër e vllavat e koka. Lutu bën doha, se momenti më i vështirë, edhe momenti që më shumë ti ka nevojë besimtari musliman që me u lut të gjallët për të, është kur është i vetmuar në varr. Kur këti kanë çuar durët e kanë lënë, atëherë bile disa nga më të afër, më të dashur me u afru aty, edhe me u lut, me lutje në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe. Sepse nuk ja lehtëson lutja anglisht apo arabisht apo turqisht më shumë se sa lutja shqipe. Lutë Zotin. Çka o Allah forcoje babën tëm. O Allah forcoje nanën tëm. O Allah forcoje me fjalën e lartë, me të cilën i forcon besimtarët, me fjalën la ilaha illallah. O Allah, bëna këtë varr këtu ku e kam lënë nanën time të dashur, apo babën tim të dashur. Bëna kopsh pe kopsh të xhenetit. Mos e bën grupave të zjarrit. O Allah, mundësoja me përgjigj pyetjeve tash që do t'ju bëhen, sepse do të pyeten. O Allah, mundësoja me përjetua begatit në jetën e varrit, sepse aty ka begati dhe ka vujtje. Varet për punët që ka bën njeriu. Andaj banorët e varreve janë ata njerëz që më shumë të ja dinë vlerën jetës së kësaj bote. Që dikush ku ja din, ata kanë shku. E ata tash ja din çfarë vlere ka pas jeta në këtë botë, po s'mujnë me u kthye. Por ata e besimtarët i thojnë, o Zot na kthe për çka? Me besue. Po ti ishe mëre, 60-70 vite ishe ti, pse s'me qelë syt në herë. Ndërsa pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, në hadithin e Abu Hurairës, thot se një ditë për ditësh pejgamberi, alayhi salatu wassalam, kaloi pranë një varri, edhe tha, kush është pronari i këtij varri, apo kush është në këtë varr? Kush është varros? Po kush është i varrosur këtu? Edhe ato i than filani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që sa interesant, sa ne hapi syt, se çka dëshiron i vdekur, i tha,
rekatani ehabbu ila hadha min baqiyati dunjakum. Tha dy rekate namaz janë më të dashura për këta, për që të më unë që ishte i vdekun atë, se sa dynjaja ju e këtë. Pra me i thonë ati të vdekut, apo e donë këtë dynja që e kanë këtë njërzimi, apo i donë 2 rekate, a i kishë më përzirë 2 rekate. Andaj do të me qitë gishtin kokë, qysh me ndonë njëri më shku për namaz? Pa me namaz gjithsesi, po dhe me namaz cilësor, me koncentrim, me përkushtrim, me përqëndrim namaz. Jo veç me jek namazin, qafe. Rona zët, ende ka, po këta e në pak, ende ka njerës që të fola pas filan i imamit, po të knaqë. Shpejt pe falë kaj. Po të pështoj kaj. Se për Allah, na jemi të ikë për namazit, jo po, na nuk jem të vujt namaz, na jemi të knaqë, knaqësin sa ma shpejt që përfundon, a ma mira ma keq, se po na privon për knaqësis. Për ata, çdo hall, çdo breng, çdo shtetësim kur e kishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çai thonte Bilalit. O Bilal, çetsana me çka me namaz. Thirrë ezanin edhe çetsana. Hyna namaz. Se si thosh Allahu akbar. Këti lën anësh, këti janë të vogla, këti, po kam probleme. O këti janë më të vogla se Allahu akbar. Se Allahu akbar, Allahu është më i madhi. Këti janë më të vogla, këti janë më kalimtare. Andaj pra, do të me paramendu që këta që po i përcjellim çdo ditë, po flas këtu për kryeqytet, për Prishtinë, që zakonisht janë prej 8-ve ose 7-8 deri në 11-12. Ka nështë edhe më shumë, po do të më përkatit edhe me thonë, po nesër ditë për shembull e hanë, mos jam qatë 10 që nëne. Pse çka po të garanton që si e tjerë se si e mëne? Çka ka që në ndalën neve atë, mos me që? Ato që po vdesin, a janë të llojit tonë. A janë ti popullit i veni po. Po dhe tjerë po vdesin. Me iman e pa iman. Andaj ma të mirë dhe ma të qisë na po vdesin. Që të thot, na nuk jemi imun dhe i vdesin, na qëtë lloj, apo qëtë sajtonin, po qëtë kategori s'pe i kap. Ja, vallaj po, me hoxhallar, e dietar, e thirrsa, e shkencëtar, e mjek. Basha edhe mjekë që punojnë atje në kardiologji, dhe më basha të të zemra, kur ra zemra, kur ndalen të drat, edhe që i rrinë zemrës mi koka dhe vik shpirti pe i dorës tine. Sa mjekë në tregojnë. Thët, jënë mirë të mirë, për mirë shkelqyshme kemi kryu intervenimin në zemra, po afër zemrës. Krejt të rrahurat në rregull, krejt i kemi hek ato moskat, kemi dalë këzu, ku na ka thirë anesteziologu. Janë që regullu të raharat, kemi shku na iku, thët. Ishëm 5-6 vetë ato ekipi, ndore patëm na iku. Qysh që iku? Nuk iku, për në momentit, caktimi i Zotës, ka të mjeka hoqë që ndalat. Andaj, do të me pas parasysh që nesër apo pas nesër edhe na jemi në atë regjistrin që evidentohen të vdekurët atje në institucionin e Bashkisë Islame, atje këtë regjistrohen, e pastaj bartën të Ministria që dhe shteti me ditë kanë e kanë mesin e të gjallë dhe kanë e kanë mesin e të vdekur. Dhe varri, që duket i thjesht, kështu edhe ndoshta për dikon nuk i bën shumë përshtypje, në farë forme i definon gjanat, i determinon gjanat, çysh do të jetë pastaj. Aty në varr dihen gjanat. Për ata të regon shërptori Uthmanit radiallahu anhu, thëtë se Uthmani është ndonë një ditë të një varë, deri sa filloj edhe me qajtë, deri sa lag edhe mjekra e tij. Dhe i thanë, o Uthman, po përmenet xheneti, po përmenet zjarri xhenemit, edhe nuk po qanë. E po përmenet të varri i vdekuri, tha po qanë. Tha e kom dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thonë innal qabra awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashadd minhu. Shumë interesant. Ço do të thotë? E ka dëgjuar Uthmani radhiyallahu anhu pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thonë se varri
është stacioni i parë, apo shtëpia e parë prej shtëpive të ahiretit. Dhe më thonë, duke shkuar, kemi disa stacione, disa shtëpi që do të banojmë me to. Nëse shpëton prej saj, dhe më thonë, prej varrit, prej dënimit të varrit, krejt që ka vinë pastaj, mas varrit janë ma letë. Po nëse nuk shpëton prej varrit, prej dënimit në varr, atëherë krejt që ka vinë janë ma vështirë edhe ma keq, edhe ma rëndë. Runa Zot. Kush po përgati për gëzori me xhenet. Osmani ka qenë pronari 2 dritave, kështu e ka thujë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Dhunurein, sepse i ka pas 2 vajzat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jo për një herë, por ka pas një ka vdek, pastaj ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dytën, kur i ka vdek e dyta, u shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mërzitën, e i ka thonë Uthman, vallahi sikur ta kisha pas edhe tretën ta kisha dhënë. Pse për shkak sjellje, po nuk du me fol për biografinë e tij se është e mbushme me mesazhe, me mësime, me urtësi, saqë me laçet janë tërpërpiti. Po me lajket janë tërpnuar për Uthmanit, radiallahu anhu. Me lajket e ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me xhenet duke qenë gjallë. Edhe kur kanë bërë atentat në to, i kanë treguar ata familjarët, shokët që në kujdes për to që kanë përkatit, dhe më thonë, komplot kundër teje, ka thonë në Zotit i mbështetëm, ka lexuar Kur'an, edhe kanë hyrë, edhe kanë godit me thikë, kanë rrap pikat e para, gjakut në Kur'an, kur e pa gruaja vet, ajo sta ku kum shkoi burri. Tha e vërat, ato tha që e ka bo natën ditë me Kur'an, që e ka ngjall natën me Kur'an, se lexon të këtë Kur'anin brenda natës. E vërat, tha robin e Allahut, çka që e ka ngjall natën me Kur'an. Varri është vendi me pamjen më të frikshme. Dhe është errësirë e madhe për ato që s'ka punu asgjë. Pra ka pamjen e frikshme, është një errësirë e papar, apo një hendek, apo një huner e pa imagjinueshme për kënd, për ato që s'është përkatit. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e tregon prap Uthmani, thotë e kam dëgjuar pejgamberin alaihi salatu wasallam që ka thonë ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhum. Thotë nuk kam pa pamje kur thotë më të frikshme apo pamje më të rëndë se sa që është pamja e varrit. Mirë po, varri është tërë për ata që nuk e kanë ndriçuar me punët e mira, duke filluar prej imanit, besimit, islamit, fesë dhe namazit, kështu me radhë. Tjetra, varri, edhe jashtë kur e shef, kështu kogja i që me thonë, i ersum, apo e ka një farë errësire kështu, pa një farë zëndësie, ta jep një farë pamje të frikshme, edhe jashtë. Të bën me menu pak. Po para mendu mrena me po, kur mbyllet krejt, e qiten me mira kilogramat i përmit të vdekurin. Por ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna hadhihi al-qubur mamlu'atun dhulmatun ala ahliha. Vërtet to varreza janë të mbushura me errësirë për banorët e varreve. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alayhim, e Allahu wa ndriçon varret. Allah azza wa jalla wa ndriçon varret aty që në varreza me doat lutjet e mia që i bëj për ta, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim se nata më e vështirë apo më e frikshme është nata e parë në varr, për ata quhet edhe fitne apo sprova e varrit, për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë në fund të namazit kur i bëjmë na duat, e lutë Allahun që ta ruan nga dënimi i varrit. Çdo herë. Në dhikrin e mëngjesit e lutë Allahun që ta ruan nga dënimi i varrit. Në dhikrin e mbrëmjes e lutë Allahun që ta ruan nga dënimi i varrit. Kan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai garantuar me xhenet. Dhe njeriu më i dashur, nuk ka njeri më të mirë që ka shkel tokën ndonjëherë, apo që ka nejt në qiellin e Allahut te bareke ve taala.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që në natën e parë për të futet i vdekurin në varr, i vinë 2 melajke, formës si të zezë, si të kaltër, njënët i thojnë el munker, edhe tjetër i thuhet nekir. Munker edhe en nekir. Edhe vinë të i vdekur, edhe shka dhe pyesin të vdekur, e marrin pyetje. Dhe këtu du të me pas parasysh. Këtu du të me pas parasysh se a jemi prej atyne që do të përgjigjemi atyne pyetje shumë të lehta, që shumë kush prej nesh menon që nuk ka na fal pyetje rrezikshme, apo na ka pyetje e rëndë. Sepse këto do ta pyesin pra natën e parë, kudo që ai tjetë, edhe nëse e ka përpi balena, e ka natën e varrit. Edhe nëse është djeg në qiell, në avion ka eksploduar, e ka natën e varrit. Edhe nëse e ka marrë ujtë vërshimet, se dim ku e ka trupin, natën e varrit e ka. Kudo që tjetë ai. Se dikush po atë, po mirë, po filona ai tjetër që s'po vdesin, kështu me vdekjet. Këtë vdekjet janë të Zotit natyrshme, normale, po për neve, ma normale, ma natyrshme, është me vdek njëri në shtëpi ose në spitale, po ta dione. Edhe kanë me pyet këtu me lajket, man rabbuk, kush është Zotit, wa ma dinuk, cila është feja jote, wa ma nebijuk, edhe cila është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Robi i mirë, besimtari i mirë, muslimani i mirë, ka me thonë, Zoti im është Allahu, dini im, feja im është Islami, dhe i dërguari apo pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa e ka thujt pejgamberi el abd el fajir, do të thonë robi gjunahçar, i mbushur, i stërmbushur me gjëna me harame, që u koni dhomën mas jetës së dynja, se ka harruar jetën e varrit, jetën e ahiretit, ai ka me bo ha, sikur na që themi ka me xhamue. Ka me thonë la edri. Walakinni sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultuhu. Nuk e di kush është pejgamberi, nuk e di. Atë kom dëgjuar njerëz të thonë diçka, nuk kom thonë diçka. Sikur disa hipokrita, disa munafika këtu, të cilët nuk e pranojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ose tallen me to, tani kanë me thonë këtë përgjigje. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se ka një lajm të mirë për robin besimtar, el abdu salih. El abdu as-salih, që do thotë rob i mirë, rob i devotshëm, do të thrasë një thers prej qiellit, dhe do të thotë për këtë robin e mirë, të vërtetën e ka thonë robi i mirë, që ka thonë Zoti im është Allah, feja ime është Islami, pejgamberi im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ky thers do të thotë sadaqta ala hadha ishta wa alayhi mutta wa alayhi tub'athu insha Allah, që do thotë të vërtetën e ka thonë, se me këtë ti ke jetu, me këtë Zot Allahun, me këtë Islam, me këtë fe, edhe me këtë pejgamber. Edhe kështu ke vdek, edhe kështu do të rinxhallesh inshallah. Sa lajmi mirë në varr, po thotë rahat, rriçet se i ke punë mirë ti. Ndërsa këtij robit fajir, këtij na robit gjunahçar do t'i thojnë thirrsi që do të thirr prej qiellit, po ran. Po ran se ti që ke besu Allahun, as Islamin, as e ke ditë kush është pejgamberi, po ke thonë që ashtu e sa me lagojen, edhe as ke punu me ta, as ke jetu me ta, edhe ke jetu jetën këtë me dyshime, me harame, dhe kështu ke vdek, dhe kështu do të rinxhallesh inshallah. Do me thonë me çto dollaveret, me çto rranët, me çto mashtrimet, me çto spekulimet e tu. Kjo temë, që është vetëm fillimi i saj, vërtet është prej tema më atraktive, ndoshta që duhet t'i dim, edhe janë kështu tërhiqse mi dëgjue, po është për besimtarët musliman, për jo besimtarët nuk mbetet tjetër vetëm se me u tall ata, po me u qesh, me bo hajgare, Allahu na ruajt nga ata që tallen me mësimet e fesë, nga ata të cilët janë mendje mdhej dhe mendje madhësia e tyre nuk i lënë që të i përulin Allahut fuqiplot, Zotit të gjallësisë. Allah në mundsoft neve dhe ju dhe të gjithë besimtarë musliman që të përkatitemi për këtë moment kur do dalim për i kësaj bote, do të fillojmë një rrugtim apo një udhtim të ri. Andaj para se të bëhet vonë të mundohemi të bëjmë më të mirën e mundshme
për atë moment kur nuk të bën më dobi as familja, as autoriteti, as pasonia, as pozita. Allah na falt, Allah na udhëzoft, edhe me jetue me islam, me punu për islam, edhe me vdekë si musliman, Allah na mundëson. Amen, ja Rabi. Amen. Ne kthehemi pas pak me pjesën e dytë, pjesën kontaktuese përmes telefonatave dhe pjesës së shkruar. Shkputemi për pak pushim, për pak reklam dhe kthehemi vetëm pas pak. Qëndroni me ne.